Gjatë fundjavës së kaluar, zyrtarët policor nga të gjithë sektorët e punëve të brendshme kanë lëshuar gjithsej 2324 urdhërpagesa për kundërvajtje të përdoruesve të trafikut në lidhje me ligjin për siguri në komunikacionin rrugor. Sipas njoftimit të MPB-s, në kuadër të sanksioneve të vendosura, këtë herë nga kontrollet e radarit rezultoi se 1132 drejtues mjetesh nuk e kanë respektuar shpejtësinë e përcaktuar, ndërsa janë lëshuar 271 shkelje për parkim të parregullt, si dhe 191 shkelje për drejtim mjeti pa patent shoferi, si dhe njëkohësisht janë evidentuar edhe mosrespektime të tjera të rregullave të komunikacionit. Janë evidentuar 92 drejtues automjetesh që nuk përdornin rripjen e sigurimit, 105 motociklistë që nuk mbanin helmet, si dhe u vendosën 45 sanksione për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të automjetit. Gjithashtu 78 drejtues mjetesh janë larguar nga qarkullimi për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit dhe 16 kanë kaluar në semafor të kuq. Po ashtu, ata njoftuan se në lidhje me shkeljet e ligjit për automjete janë larguar nga qarkullimi edhe 64 vetura, prej të cilëve 8 janë hequr për defekte teknike dhe 56 për shkak të pavlefshmërisë së lejeve të komunikacionit. Nga MPB theksuan se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.